Mos e shikoni këtë video, ju lutem, çuna, burra, 35 deri 55 vjeç, ju lutem mos e shikoni këtë video, se ka rrezik që t'ju dëmtoj trurin. Ka rrezik që ju të doni patjetër që kjo makinë të bëhet e juaja. Dhe po deshet të bëhet e juaja, do ja nxjerr 9 milion lekë të vjetra nga xhepi e do jeni 9 milion lekë më të varfër. Ju lutem mos e shikoni shumë. Lutem 35 deri 55 vjeçarët, mos e shikoni këtë video. Këtë Mercedes me disjet 18-she, me këto stopat, sa fiksimi kemi pas të stopat dhe i kemi akoma, me këto fshirëset që fshin penerët, me këtë maskarinën speciale, qatë ju themi, me këtë stemën e benzit të bukur. Aman mos e shikoni këtë video, aman. Rini larg, ju lutem, pse ju ikën 9 milion lekë nga xhepi. E morët këtë makinë. Ju lutem. Mjeti është 3.5 nafte, motori Omo 603, 3.5 litra turbo diesel, 150 kuaj fuqi. Kemi me sedilje me memorie, rregullimi këtu. Mercedes-Benz. Kjo është makinë për burra. Nuk është makinë për kalamaj. Ka opsione sa dush, sedilje me ngrohje, xhamat elektrik, perdja mbrapa me buton, kasetofon origjinal i Mercedesit, është i 94-s. Çame i pa. Është i restaurum komplet. Me këtë tapicerinë e bukur, me baxho lart. Me këto opsione të duket si i duke i dhënë helikopterit, jo makinës. Ka edhe këtë si hapet kjo këtu. Me siguracion për jashtë shtetit, me çmçakiza këtu. Ka edhe këtu. Dokumentat rregullta të gjitha, asnjë llampë ndezme, makina është e ndezur, është e restauruar për qef. Nuk ka asnjë llampë ndezme. Me cruise control. Timoni rregullohet me buton. Të shohim pak motorin. Po mos beçona, mos e shifni se do u bëj dëm bre. Omo 603, 3.5 turbo, 150 kuaj fuqi. Si punojnë këto më, shif. Sa i bukur që është ma, perl. Me të duk vetja gangsta. Unë ju paralajmërova mos e shikoni videon, ju e pa, tani e dini vetë. Të u lej numrin e telefonit poshtë, vetëm 9 milion lekë vjetra, e restauruar totalisht. Vetëm 9 milion lekë vjetra, o çuna. Si bob, ha? Mundësisht me punësu dhe një shofer për para që të rish vetë të mrapa.